Me thonë të drejtën, pavarësisht se në një nonsens doktrinar, ky i Partisë Mundësia, Shehaj, ka qenë njeriu që ka qenë opozitar i rëndësishëm në parlament. Por mendoj që do ishte më mirë që ta zhvillonte opozitarizmin e tij brenda partisë, pasi do vi dita patjetër që ajo parti do reformohet, patjetër, po. Se sa të krijonte tani një parti tjetër e cila do shumë punë dhe do dhe përveç se do punë, do edhe kontent, do njerëz që të punojnë se dhe pritshmëritë kishin të larta ata në fakt. Po. Tani ti jesh industrialist ose biznesmen dhe ta mbështetësh gjithë politikën tënde te lufta që i bën biznesmenëve të tjerë, më duket pak nonsens. Pavarësisht se ka të drejtë. Po kaq. Partitë, politikat janë doktrina, para se të jenë populizma. Kuptoj. Ndërkohë, do të kemi një parlament të ri ku opozita është, mendoj unë, në një situatë shumë të demoralizuar. Çfarë duhet bëj tani Partia Demokratike, përveç atyre që ti quan besnik të Berishës, që nuk bëjnë asnjë lloj kompromisi përtej kësaj, pjesa tjetër që ndoshta do të marrin një vendim këto ditë, do të distancohen nga Berisha pas kësaj katastrofe elektorale. Çfarë do i sugjeroje ti për shembull të bëni në këtë moment për të shpëtuar Partinë Demokratike? Kemi kohë që ja kemi propozuar rithemelimi. Po jo rithemelimi siç me të njëjtat fytyra. Jo me të njëjtat fytyra, po tani ka ardhur koha që siç kanë thënë dikur, proletar gjitha vendeve shpërndahuni edhe bën krijoni një kushtet kur Berisha nuk ikën, krijoni një parti tjetër politike, e cila do jetë forcë reale, jo kështu. Një tjetër parti thua? Po duhet një parti. Duhet një parti, duhet njerëz të ri, duhen të nuk mund të vish tani të bësh. Mos harro, jemi në 2025-ën, ai vjen me Tritan Shehun prapë në Gjirokastër, është merr. Si mund mendosh se do fitosh me Tritan Shehun në Gjirokastër? Është absurde. Po ti beson se do ta hedhin këtë hap një pjesë e demokratëve aty, apo askush nuk do të dalë nga rreshti i Berishës, pavarësisht se ky fundit nuk ikën? Unë besoj që gjërat do të ndryshojnë në Shqipëri. Dhe unë e kam hedhur me kohë idenë edhe tek pamfleti, idenë e një politike transversale, ku gjithë elementet, se ka element pozitiv në gjitha partitë politike, të bën bashkë dhe të hedhin mbrapa krave të kaluara, të vjetra. Nuk mund të ne i kemi skeletën në dollap. Domethënë, unë e konsideroj veten e vjetër, pasi e njoh politikën që në vitin 1991. Tani ato njerëz 30% e tham elektoratit që votojnë sot nuk ishin lindur. S'kishin lindur. Si mund vazhdojmë ne me të njëjtat? Po mirë, ka ardhur ky moment sepse praktikisht duket se jo, Berisha ka paralajmëruar një stim protestash, nuk njeh zgjedhjet, nuk e lëshon leadershipin e Partisë Demokratike, nga ana tjetër një qeveri që merr mandatin e 4 në një formë gati monarkike. Pra është situata që prodhohet kjo që ti po thua? Po është situata, mos harro se Shqipëria ka miq. Unë nuk mendoj që miq do ta lënë në balë Shqipërinë. Mendoj që gjërat do ndryshojnë avash avash. Natyrisht as kërkush nuk kishte pritshmëri tjetër përveç se ti merrte edhe këto zgjedhje Tirana. Por ama zullumi po trashet për ditë. Ta miq nuk ka reaguar asnjëri deri tani. Po faktikisht që s'ka reaguar, çfarë do të thotë kjo? Argument për mua. Apo presin zyrtarizimin e procesit? Po presin zyrtarizimin, po edhe që s'kan reaguar nuk mund të themi se para raporti ishte skandaloz. A mirë, raporti tjetër. Po, i miqve është ai. Mirë, i miqve është ai, pa ai aty ka qenë, ai gjithmonë i miqve. Jo kështu, s'ka qenë gjithmonë kështu.
një farësoj me goxha problematika që nuk u... Është më problematik se në 2021. Do të ketë në një... Dhe mos harroni që në politikën në total, në politikën e votës po evidentohen figura autoritariste. Dhe ky është një rrezik për gjithë, nuk është vetëm për Shqipërinë. Vetëm sot Meloni po kërkon një... Po, lexova editorialin tënd që bëje paralele, po. Një super kryeministre. Po. Por që gjykata kushtetuese këtu ka përfunduar, këtu i ka marrë gjithaj, po s'ka nevojë, po gjykata kushtetuese e ka kundërshtuar, nuk mundet që në Italia është vendi që ka një nga vendet themeluese të Evropës. Nuk mund të përfundoj kështu. Jo, s'ka. Ndërkohë, me qenë se jemi tek miq të raporti OSBE Odirit për shembull, pret që të prodhoj diçka apo do të kaloj si gjithmonë? Fakti që është më nëse se parapraku ishte ky. Po, fakti që është më godit si nga të gjithë paraprakët e tjerë. Faktën 8 vjet tek. Tregon që gjërat do jenë në tavolinë. Besoj e ke ndjekur reagimin e parë dhe të vetëm deri më tani të ashtu quajturit strategu i fushatës së Donald Trumpit i kontraktuar nga Partia Demokratike dhe Sali Berisha për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Edi Rama i voti zgjedhjet, tha ai, edhe u kry kjo punë. Po më duken folklorizma tani të marrësh një sado i Zotit që është ai është në Amerikë është realitet tjetër. Ata e mori vetëm për emër për me kriju idenë që un jam. S'kishte ç'bënte i shkretë thua. Po s'kishte. Jo, nuk ka humbë vetëm, ka humbë dhe një shtet tjetër ai para ata. Po, humbi në... Është se ata pavarësisht se janë shumë të zotë në PR dhe në marketing, po humbi ai dhe në Australi, po. Nuk mund të fitosh me krunde, themin. Okej. Tani, çfarë pret Berisha se ka bërë një kontratë lobimi 2 vjeçare? $6 milion e famshëm. Pra, ai nuk largohet për këto 2 vite, sepse ka bërë këtë kontratën dhe ndoshta pret ndonjë support minimalist që të shtyj kohën, të përfitoj. Berisha. Apo çfarë do shtyj kohën Berisha 80 vjeç? Ose nga që është ai lobimi 2 vjeçar them, ka ndonjë ka humbë 20 palë zgjedhje deri tani, është refuzuar me votë në mënyrë më skandaloze. Çfarë do fitoj Berisha? Ajo ishte vetëm përpjekja e fundit që ta rimerte edhe një herë kreun e Partisë Demokratike. Dhe atij duhet ky kreu i partisë që të rri aty, të bëjë një biznes, bëjë një kështu, bëj sigur bën protesta. To kanë fituar para duke qenë opozit. To fitojnë duke humbur, mos u çudit fare. Po pse si fitohet duke humbur? Po fitojnë. Pak ka fituar Partia Demokratike. Po të shohësh të gjithë elementet e tenderave në të njëjtët dur shkojnë. Aty ku tek i njëjti burim. Ato që humbim jemi unë e ti, të tjerët fitojnë edhe duke humbur. Protest në ditën e samitit Europës në Tiranë më 16 maj, tha Berisha sot. Ka ndodhur një herë më përpara. Ka ndodhur, po mendoj që mund bëj asgjë me këtë protest. Aq më tepër në ditën me sa më unë atëherë kur ndodhi pat edhe një incident, domethënë. Po me Berishën, po. Nuk mendoj që janë këto rrugët. Ai vetë tha deri para një muaji që ne nuk jemi të dhunës, ne vim me votë, këto kanë ardhur me kështu. Tani don prap. Jo, protestën që ka paralajmëruar ai po. A do ta ndjekin thua këtë herë? Po kush ta njeh? Kush do ndjekin? To 50 deputetët. Kam përshtypje që edhe ato që kanë dhënë votën tani nuk vinë mos e ton. Ja shikoje si e çove Partinë Demokratike. Po mirë, edhe nëse këto 52 deputetë ndjekin, përfshir do të thotë që situata nuk ndryshon. Në PD flas. Po dhe po ndryshoj ç'a problemi ka, domethënë.
për qeverinë the. Jo, për qeverinë nuk ka problem. Problemi është tek partia e njerëzit. dytë, partia opozitare. Po pra, partia e dytë, partia opozitare për që s'vjen pushtet. Dhe ky ka 16 vjet, po bëhet 16 vjet kryeministër. Ka mos skandal. Dhe s'ka lënë gjë pa punë këtë vend. S'ka lënë pasuri pa e dhënë njerëzve të vet. Pyeta dje këtu Ermal Hasimian dhe i thash, a ka ndonjë njeri, a ka ndonjë formë, a ka ndonjë mënyrë që rrëzohet në poshtet e Edi Rama në zgjedhje, dhe më tha jo. Ka që pamposhtur Po deri tani ka treguar që Edi Rama? Jo se është i pamposhtur Edi Rama, ka treguar që s'ka patur, nuk ka qenë Davidi. Goliadhi aty është, po Davidi s'është. Kërkohet një individ i cili ta marrë përsipër këtë gjithë këtë mlef, këtë urrëtie. Unë nuk miqet nga mendja që Rama fitoi edhe nga urrëtia që kishin për Ramën. Si fitoi nga urrëtia? Po fiton, se tha përveç se është paradoksale. Jo, nuk është fare paradoksale. Nuk do japim Berishës, ta japim ty që të thash qafën. Vërtet? Po patjetër. Zullumi duke u trash putet, nuk putet zullumi duke u holluar. Nizës mendoj se e kanë menduar kaq thellë, po. Ora nuk e kanë menduar, po një far urrëtie për klikën e vjetër është kjo.